Edi Rama doli sot përpara kamerave në një konferencë të stërgjatur mbi forcimin e kontrollit të territorit, por ajo që duhet të ishte një përballje normale e kryeministrit me median, u shndërrua në një demonstrim autoritarizmi mediatik, në një skenë që ngjason më shumë me diktatet e autokratëve sesa me një demokraci funksionale. Rama e bëri të qartë që në fillim pyetjet vetëm për temën, asgjë jashtë skenarit të shkruar nga vet ai. Nëse kjo nuk mjafton, Rama u përplas me thuajse çdo gazetar që tentoi të dilte jashtë kornizës. Njëra prej tyre e vetmja që guxoi të përmendte çështjen e ankimimit të Erjon Veliajt në gjykatën kushtetuese për zgjedhjet në Tiranë, u tall publikisht dhe ju hoq mikrofoni, një shfaqje e denjë për t'u arkivuar si provë se gazetaria po mbytet në diktatin e arrogancës politike. Po pse Rama kishte frikë nga pyetjet? Sepse ka shumë për të shpjeguar dhe gjithçka për të humbur. Së pari, zgjedhjet në Tiranë janë në krizë legitimiteti. Veliaj, dikur besniku i Ramës, tashmë po e sfidon hapur me një ankim në gjykatën kushtetuese. Mirë po Rama pati frikë të fliste. Së dyti, Rama u bë djegazi i botës pasi tallej me gafen e Donald Trump, ndërkohë që vetë ishte i përfshirë në një nga skandalet më të mëdha të diplomacisë publike. Së treti, George Papadopoulos, ish këshilltari Trump, ka publikuar sot një foto që e lidh Ramën me ish agentin e FBI, Charles McGonigal, tashmë i dënuar për korrupsion dhe implikime të rënda. Por pyetjet ishin më shumë se legjitime, ishin të domosdoshme, por në vend të përgjigjeve patëm një lider që kontrollonte foltoren si një skenë propagandistike dhe përdor arrogancën për të shtypur median. Më tragjikja në këtë histori ishte nënshtrimi i vetë gazetarëve, përveç një guximtareje që e mori mikrofonin me kosto, pjesa tjetër e sallës ndoqi rregullat e Ramës pa pikë rezistence. Pyetje të përgatitura, pa thellësi, pa ngacmim, pa kërkesë për llogari. Kjo nuk është vetëm një krizë politike, kjo është një krizë e thellë e gazetarisë në Shqipëri, kur pushteti dikton temën, pyetjet dhe madje edhe tonin e mikrofonit. Nuk kemi më konferenca shtypi, kemi monologji të autokratit që e përdor median si sfond jo si partner në transparencë. Rama sot nuk foli për 3 temat më të rëndësishme të ditës dhe askush nuk pati guxim ta detyrojë të flas. Kjo është fytyra e vërtetë e kontrollit mbi territorin, një territor ku fjalës së lirë po i merret fryma.